Ju vinë fatura të larta. Këta janë harxhuesit më të mëdhenj të energjisë që keni në shtëpi. Në kuzhinën tuaj ndodhen dy harxhues më të mëdhenj të rrymës elektrike: frigoriferi dhe soba elektrike. Frigoriferi harxhon më shumë pasi që patjetër duhet të punojë vazhdimisht, ndërkohë që soba elektrike, pasi që është një orë në vend në punë, ajo harxhon më së shumti energji elektrike. Të dhënat nga matematika energjike, projekti i cili është pjesë e platformës efikase, tregoi se frigoriferi në muaj mund të harxojë 109 kW për orë, ndërsa shporeti elektrik vetëm një orë harxhon 120 kW. Nëse e kyçni çdo ditë makinën larëse të enëve, ajo do të ishte në vendin e tretë me të paktën 90 kW për orë. Bolieri do të ju harxojë 60 kW për orë, ndërsa çdo ditë që lëshoni mund të shtojë edhe më shumë faturën tuaj të elektricitetit.